"24 maj, ngriu në luftori për vendin tuaj", moto e Bill O'Reillyt, por dhe Focus TV. Më në fund, amerikanët kanë uruar për fitoren kandidatin Sorosian për president në Rumani. Është kryer përmes një Twitteri nga i ngarkuar e më e punë në Rumani, ashtu dhe Shqipëria, rumunët nuk kanë ambasador. U prit vendimi gjykatës kushtetuese kur kandidati i djathtë për president në Rumani pretendonte për vjedhje zgjedhjesh. Një nga këshilltarët e Shtëpisë Bardhë në një poster në Twitter, Saks, tha se zgjedhjet ishin vjedhur. Këtë lloj qëndrimi në ripostime pati Dick Grenell, por dhe Musk. Ç'bën gjet me administratën amerikane? Kemi dy qasje. Nuk besoj mbani mend emrat e kabinetit të parë të zotit Trump. Janë zhdukur. Nuk merret kush me ta. Madje u shkarkuan shumë shpejt. Trump duket se këtë radhë ka zgjedhur arrogant dhe sulmues në natyrën e vet. Në qoftë se mbani mend hearing që bëheshin në Kongres dhe në Senat, sekretarët të departamentëve të Trumpit ishin gentlemen me edukat në mbrojtje. Këtë radhë ka ndodhur tërësisht e kundërta. Rubio, agresor, tejece arrogant, sulmues, nuk pranonte asnjë akuzë, si në Kongres, si në Senat. E njëjta gjë me Noem të Homeland Security, dhe thuajse me të gjithë anëtarët e gabinetit zotit Trump luajnë sulm. Pra, pasqyrojnë të njëjtën qasje si presidenti amerikan. Me ato që ndodh në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump tregon se po luan një reality show televiziv. Ai në çdo takim në Shtëpinë e Bardhë ka me prescript se çfarë do të ndodh live, direkt, dhe shpesh nga media këtu quhen si Gratska. Për shembull me një aktor të nivelit dobët si Zelenski e shkatroi, u orvat bënte të njëjtën gjë me presidentin e Afrikës së Jugut, i cili ishte i përgatitur për sulmet dhe me zgjuar si i bëri një lloj deviacioni, por përsëri Trump tregoi edhe një herë që elita establishmenti amerikan kontrollohet nga lobi hebre. Afrika e Jugut ka akuzuar si kriminal lufte Netanyahu. Ndaj ishte ajo lloj qasje, sepse presidenti Trump, edhe pse akuzohet si racist nga e majta, nuk është, por shfaqet me këto sjellje pikërisht për magën. Sepse maga mendon që është teoria e zhdukjes racës bardhë dhe shpëtimtari ynë është presidenti Trump. I vetmi që është sjell me zgjuarsi me zotin Trump në takimin në Shtëpinë e Bardhë ishte kryeministri i majt kanadez, i cili tha dua të di se çfarë do të flasim në takim, çfarë do të ngrej zoti Trump, çfarë problemesh dhe çfarë lloj deklarate do të kemi në fund. Ndryshe unë nuk vi. Dhe në këtë takim u pa që Trump nuk ishte si ndaj Zelenskit apo si atit të Afrikës së Jugut. I kthehemi edhe një herë asaj që ndodhi në Rumani, sepse duam të bëjmë një paralele me rezultatin e zgjedhjeve në Shqipëri, me heshtjen e Shtëpisë Bardhë, Rubios, departamentit dhe asgjë nga Kongresi dhe nga Senati. Politika e jashtme amerikane e Trump, e kam thënë që është jacksoniane, jo ritheksoj edhe një herë, më mirë me armiqt, më keq me miqt. Nuk kërkon të ketë ndërhyrje tek qeverit ndryshme, e tha qartë këtë kur në vizitën në vendet arabe
madje duke sulmuar neokonservatorët amerikanë dhe presidentin Bush, ka hikur koha që ne do të kërkojmë të ndërtojmë shtet kombe, të rrëzojmë qeverira dhe të përkrajmë grupe të ndryshme. Këto ide i përsëriti dhe zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili është në atë post i vendosur nga Don Jr. dhe Tucker Carlson, pikërisht për të kryer bulldogun e zotit Trump për të sulmuar median, edhe pse Trump e di që më parë J.D. Vance Trumpin e ka cilësuar si nazist, idiot, pra sharje shumë të thekshme, por ky është pozicioni i tij. Në një ceremoni të shkollës lartë ushtarake, të akademisë më të madhe, ai përsëriti këtë, ka hikur koha që qeveria amerikane të ndërhyjë në politikat e brendshme të qeverive të huaja. Kjo është arsyeja që pse Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka uruar Ramën. Natyrisht, priten raportet që do të dalin nga vëzhguesit amerikanë përmes ambasadës dhe do të kemi një pamje të qartë. Nuk janë të kënaqur me 83 votat e Ramës, kjo duket. Se si do të vazhdoj qëndrimi amerikan, unë si fokus do t'ju mbaj në kontakt dhe më vjen mirë që të vetëm deklaratë që Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë për ne, ku tha që jemi në dijeni të vetëdijshëm për akuzat për parregullsi në zgjedhje, dhe ajo fraza që shqiptarët duhet kishin votuar të pa intimiduar dhe përpos ligjeve të zgjedhjeve shqiptare. Pra, indirekt dhe diplomatikisht ka pasur intimidim dhe nuk kanë respektuar ligjet. Janë disa personazhe që mund të ndikojnë në qëndrimin e Departamentit Amerikan për të ardhmen e Shqipërisë, edhe pse politika e jashtme e Trumpit është xheksioniane, edhe pse nuk përmend të drejtat e njeriu, demokracinë, kjo nuk do të thotë që Amerika nuk qëndron për këto vlera. Një person që ka pasur afërsi me presidentin Trump është Dick Grenell, Diku shkurt, i cili ka marrë një post si magaziner të Kennedy Center, por që besoj dhe atë do të humbas. Pse? Dick Grenell, me lidhjet me Don Jr. dhe me Kushner, mbi të gjitha shikon përfitimet për miliona e miliona dollar. Shqiptarët e Amerikanët të Michiganit e din qëndrimin e tij përpara zgjedhjeve tona, do t'ju them me fakte mbase javën tjetër. Këtë radhë ka bërë gafën që nuk pritej. Duke anashkaluar presidentin Trump, pa lejen e tij, ka marrë përsipër të lirojë një ish veteran amerikan të burgosur në Venezuelë, duke luajtur brokerin, por pa lejen e shtëpisë bardhë. Ka përdorur avionin privat të një nga manjatëve të naftës, të Chevronit, ka shkuar në Antigua e ka sjell veteranin, asnjë nga mediat e djatha nuk e pasqyroi. Në një intervistë me Steve Bannon që po ngatrohet shumë, duke marrë përsipër se përfaqësoni detë e zotit Trump, por që nuk ka kontakte me të, ai tha që ne do ta shtym licencën e blerjes naftës nga Chevronin në Venezuelë dhe lirimi i këtij veterani shkonte te kjo. Në fakt, Trump do ta skadoj licencën e blerjes naftës nga Venezuela. Sekretari Rubio ka thënë që në datën 27 maj merr fund. Zëvendësja e Departamentit Amerikan, Tammy Bruce, ish gazetare Fox News, tha se konfirmoi deklaratën e Rubios. Nuk dua të merrem me njerëz që nuk kanë përgjegjësi dhe nuk dinë se çfarë thotë. E ka për Dick Grenell. Natyrisht që doni nuk fal. Kur pas shpinës ti, kërkojnë që të fitojnë miliona e miliona dollar. Dick Grenell ka bërë Twitter për zgjedhjet në Rumani, është shumë veprues kundra Kurtit në Kosovë, por
edhe pse është mik, si thotë Rama, se Rama kështu i bën miq me Edvinin, nuk e ka uruar për zgjedhjen. Ja kam thënë që Amerikanët, qeveria amerikane me Trump kërkon të jetë ndryshje, por ajo që quhet deep state ose shteti faktik nuk shpërbëhet dot. Dhe kjo u pa qartë me Elon Musk. Elon Musk erdhi me një hovë të madh, premtoi 2 trilion dollar shkurtime, ka shkuar te 170 miliard. Por ka marrë shumë të dhëna dhe ai mund të përfitojë në biznesin e tij. Njerëzit afër Trump thonë që ai është qesharak, nuk është bindës, dhe të gjithë njerëzit pranë Trumpit e urrejnë. Ka pasur një zënk masive me sekretarin e thesarit Gane Bessen, duke i thënë F ju Sorosian ndyr, dhe ai ja ka kthyer me fjalë të ndyra ai sa është dëgjuar tek presidenti Trump. Pra është një përplasje e madhe, sepse Elon Musk donte që ta zgjidhte ai numrin 1 të personit IRS, pra të shërbimit taksave amerikane. Është një post me shumë rëndësi. Musk ka thënë që nuk do të shpenzoj më për politikë, vetëm kur shikoj në një mendim që do ta kem për të. Scaramucci, personi që ka qenë 11 ditë si drejtor i komunikimit zoti Trump, kam pasur me kontakte me të, kemi pasur një Zoom, mund ta kem përsëri në fokus, thotë se Musk mendon që Trump është idiot. Vetë fakti që ai sulmoi këshilltarin e tarifave të zotit Trump në Aronin, duke thënë moron, pra njeri me të meta, vlen sa një thes me gur, pastaj më pas shkruhet dhe më vjen falë se i ofendova gurët dhe thesin, dhe tha që në Aronin është njësoj me Trumpin për tarifat, pra indirekt, ato që mendon për këshilltarin e tij, i cili në fakt pranoi të bënte burg dhe nuk ka shiti Trump në hetimet që ndodhen për Mar-a-Lagun, duket që Musk po bën një tërheqje, do të merret me bizneset e tij. Jashtë për zoti Trump ka qenë dhe me Harvard. Do të ndalohen studentët e huaj të aplikojnë për këtë vit, dhe studentët e huaj që janë aktualisht në Harvard duhet të ndryshojnë universitet, ose ndryshe do t'ju hiqet statusi i vizës në SBA. Studentët e huaj janë 27% të Harvardit. Një gjykatës federal përkohësisht e ka ndaluar këtë veprim të zotit Trump, duket se do të jetë hakmarrës ndaj Harvard, por Harvard e ka hedhur në gjyq vendimin e zotit Trump, sepse i ka hequr të drejtën të mos paguajnë taksa Harvardit, dhe aty ka ndërhyrë një gjykatës. Por e majta thotë që inati është personal. Harvard nuk ka pranuar djalin e Melanis dhe Trump që të hyjë në këtë universitet prestigjos. Ndërkohë që vajza Barack Obamas vazhdon studimet atje. Trump donte shumë që i birit studionte atje. Asnjë nga fëmijët e tij nuk ka studiuar në Harvard, sepse nuk është lehtë të hysh në këtë universitet me emër, por që wokist, ku e kam thënë që 75% e profesoratit janë të majtë, radikal. Kushner ka hyrë me pagesë në Harvard. Në Amerikë kur përfundon kolegjin, duhet bësh provimin SAT, dhe në bazë sa më të lartë jetë SAT-ja, aq më të madhe janë mundësitë për hyrje në një kolegj prestigji. Ndërkohë që Harvardi me DEI ka favorizuar falas afrikan-amerikanët, gay, transgender, ky është problemi me universitetet. Kushneri ka hyrë në Harvard me rezultate skandaloze, sepse i jati
i korruptuar, i dënuar nga Kristi pagoi $1 milion donation atëherë. Ky njeri që s'merr ka dot SAT-n, vidh Kasazanin dhe ndërtoi mrekullira. Nuk e erdhi Ramës tek samiti, nuk e uroi për zgjedhjen, sepse Rama e shoqja e tij e kanë me të pabes ndaj tij, kanë vetëm një kontratë paraprake e cila u bë mbas 5 nëndorit. Mbas fitore zotit Trump. Priste një telefonat, nuk e mori kur, priste një vizitë në shtëpinë e bardhë përpara zgjedhjeve, nuk e mori, dhe shpresat i kanë në një fotografi në samitin e NATO-s 24 deri 26 qershor në Hag, ku ka gjasa dhe fokusi të jetë i akredituar për të marrë pjesë në ato konferenca shtypi për të dëgjuar se çdo të luhet këtë radhë në samitin e radhës të NATO-s. Do të jetë i ftuar dhe nga Australia, do të ketë dhe nga Japonia, pra është e gjerë, dhe Amerika do të trysnojë për 5% të GDP-s. Ndërkohë NATO ka një buxhet që funksionon rreth $1 miliard në vit. Amerika tha nuk ju jap më, pjesën më të madhe kanë paguar amerikanët. Do të ngarkohen që të paguajnë europianët. Është vënë establishmenti europian, francez, gjerman, britanik, ndjen që votuesi urren. 7% ka Gagarelli Parisit të votave, 31 ka kancelari gjerman, socialisti, partia e punës angleze fitoi mbas akuzave të mëdha për korrupsion dhe është një kryeminist që nuk ka potencë dhe një zë në skenën botërore diplomatike. Duket alogjike që kjo Europë, ky establishment mbështet luftën në Ukrainë. Ndërkohë që Trump ka arritur në një konkluzion me disa telefonata që ka bërë me lider europian që Putin duket që nuk do paqe. Si ka mundësi ti vësh sankcione një vend independent VS, Hungarisë të Orbanit, sepse nuk pranon të shtohen pagesat dhe ndihmet për Ukrainën. Pra, sankcionon një antarin tënd në favor të një vendi që nuk është antar i BE-s. Sepse ndjejnë frikën e votës të qendrës djathtë. Ndjejnë frikën e trumpizmit, ndodhi me ARD në Gjermani, mori 20%, dhe kancelari në vend bënte aleancë me një parti djathtë e quajtur ekstremiste, nuk është. Frigohen nga Le Pen në Francë. Janë dhe ekstremistët e Britanisë. Ajo të them rakilit janë hapja e kufive pa cakt për emigrantët dhe prishjen e strukturës demografike të Europës, të kontinentit. Në kaos është dhe pjepri e Italisë, akuzohet nga e majta italiane, sepse ajo do të luajë me 2 porta, nuk do të rrisë shpenzimet ushtarake, por është si një briq, si një portë e Trumpit, duke kujtuar se ai e vlerëson realisht Melonin. Trumpi kërkon një mbështetje në Europë. Dhe duke mbështetur Melonin, jo se vlerësohet Meloni. Ai me këtë jep një shuplak Macron dhe Gjermanisë, i ignoron ata. Do të vazhdoj kjo qasje zotit Trump ndaj BE-s. Ja thash edhe një herë Jacksonian. Nuk do bëjmë deal fare, thot në BE. 50% tarifa ndaj tyre. Çmendet BE-ja. Me këto tarifa bie çdo qeveri, në qoftë se ata do të përgjigjen, do të ndodhë si me Kinën. Ndërkohë që Trump po mban premtimin që do të jetë i ashpër ndaj atyre që e luftuan padrejtisht. FBI me çfarë drejtë bëri atë bastisjen në Mar-a-Lago? Morën 13.000 dokumenta. I hodhën në për tokë, i fotografuan, nuk ishin ashtu, sikur Trump i mbante për tokë. Shkruajtën classified në disa prej tyre, duke thënë që ishin materialet klasifikuara sekrete. Nga 13.000 dokumenta të marrë, vetëm 112 ishin sekrete të klasifikuara, 0,01%. Bastisën në mënyrë të turpshme orëndit privatet Melanis, shkuan në 2 natës
sikur po baztisnin një kriminal. Trump nuk harron. I ka shkarkuar të gjithë ata që janë marrë me këtë operacion në Departamentin e Drejtësisë. Dan. Ajo që na intereson ne si Shqipëri është ku qëndron Rubio. Rubio ka qenë një person antikomunist, anti-radikal vetëmajt dhe pro djathës ku tonë botë. Po është një problem që ai mendon të jetë president mas 3 vitesh, por ka një konkurrent J.D. Vance, të cilit e ka prerë hovin Trump duke thënë që wait, ka është dhe Rubio. Rubio ka marrë një post shumë të fuqishëm të këshilltar i sigurisë kombëtare, derisa Trump të emëroj dikë tjetër. Trump se ka problem për të emëruar, por kërkon që në këtë përplasje në Vance Rubio, po mbështet Rubio. Rubio ka postin e sekretarit shtetit, ish njëshit të USAID-it, ka të postin e këshilltarit sigurisë kombëtare. Është një Kissinger, në qoftë se pranojmë që Rubio është një Kissinger, e dim fatin e Nixon. Dje janë shkarkuar 100 vet të Këshillit Sigurisë Kombëtare, Komisioni Qendror i saj. E njoh se si funksionon Këshilli i Sigurisë Kombëtare nga ambasadori Bolton, të cilit u dha dorë lirë për të hequr për të dhënë këtë donte, po të largosh 100 vet specialist nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare, ke dëmtuar sigurinë kombëtare, por ama ke larguar ata që quhen mbështetës të Deep State. Sepse është e provuar, FBI ka qenë në vazhdimsi kundër zotit Trump, duke filluar me Comey që hetonte në mënyrë pa drejtë, me pasuesin e tij që u thall në atentatin e Trump, lejimi 50 vetëve të inteligjencës që bën një deklaratë të shkruar nga Tony Blinken, që laptopi me të dhënat e Hunter Bidenit për korrupsion është një sajesë ruse, në fakt nuk që. Gafat e tjera të FBI duke përgjuar dhe spionuar nacionalistët katolik të krishterë amerikanë, duke përgjuar bordet e shkollëve, prindrit në bordet e shkollëve, dhe shumë dobët nga matë. Trump ka kërkuar që të ngrihen akuza për Comey mbas mesazhit për vrasjet 86-47. Ka kërkuar të hetohen Bolton, ish sekretari Pentagoni Espen, edhe Pompeo, se si do të shkoj nga ana procedurale, askush nuk e di. A ka drejt ka. Luajti fillimisht me atë do të zgjidhen president për herë të tretë, e kuptuan që ai kërkon të fitonte kodët, mashtronte. Nga ana e demokratëve është Partia Demokrate nuk ka kandidat. Shpresat janë që tek billi i fundit që ka lënë Kongres, por që do të ketë shumë korrektime në Senat, të favorizohet rikthimi i demokratëve në Kongres. Kanë filluar zarfat në përshpitona, kanë filluar primaret, sepse Kongresi është çdo 2 vjet. Normalisht ashtu duhet të jetë. Senati ka gjasat të qëndrojë republikanë. Në qoftë se humbet Kongresin zoti Trump, do të fillojnë impeachment sepse janë më agresiv demokratët se sa republikanët. Problemin më të madh e ka me gjykata. Gjykatësit e majtë që janë 50% federal, duan të pengojnë zotin Trump në vendimet me urdhat e tij ekzekutive. Dhe kanë arritur duke bllokuar shumë vendime, pastaj vjen një gjyq tjetër dhe në fund është gjykata supreme. Mënyra se si do të drejtohet politika jashtme amerikane do të ndikojë edhe për vendet vogla, si për gjysmën tonë Kosovën, Shqipërinë, por do ketë një përplasje midis BE-s dhe qendrimit amerikan edhe për zgjedhjet. Nuk jemi si në kohën e Hyuri Kim që vraponte për të uruar, për të mbajtur një autokrat.
sepse dhe mesazhet që jepen duhet din të lexohen. Në fakt, përfaqësuesi i Ministrisë Drejtësisë i Departamentit të Drejtësisë është ulur takime Domani, ministrin e Ramës, dhe ka ngritur problemin e karteleve drogave, pra indirekt del që Shqipëria është pjesë e këtij ekuacioni, por duke ulur në tryezë është një lloj sikur një fat qeveri. Nuk është ndaluar, e kam thënë, hyrja e fentanidit. Shteti federal e ndalon edhe ashashin, por kudo në qytetet amerikane gëlon dhe ka një konsumim masiv. Realisht Trump, e kam thënë, është merkantilist. Biznesin mbi të gjitha. T'jap, erdhi me premtimet mëdha nga vendet arabe, por analistët këtu ish fitues të çmimit Nobel për ekonomi thonë që edhe pse mund të vinë këto investimet premtuara deri 2 trilion dollar, ndikimi në GDP do jetë 0,1%. Jo ashtu si shtonin këta 4%. Megjithatë, takimi me presidentin kinez, kryetarin e Partisë Komuniste, do të vendosë aty është kryesorja tek tarifat që do ketë Amerika me vende. Pritet vija Japonisë, pritet ulet India, por i ashpër ka qenë me iPhone-in dhe me Samsung, në qoftë se nuk përdoret këtu do të ketë tarifa. Trump beson shumë tek tarifat. E Majta thotë që është një taksë e shtuar dhe kanë filluar sulmet pikërisht nga ligji i fundit që do të japi 4,5 trilion dollar taksa përfitime korporatëve shtresës të pasur dhe do të shkurtojë në mënyrë drastike 800 miliard dollar Medicaidin për sigurinë shëndetësore për të varfrit amerikan. Deri tani Trump është i suksesshëm. Atipik, shpresojmë mos të zhgënjej Ballkanin, vendet e vogla si ne. A do të kishte një hearing për zgjedhjet siç ka pasur në vitin 91? Nuk kemi pasur lobist. Nuk ka paguar asnjë cent askush, por ishin interesat amerikane që kërkonin këtë. Dhe në atë hearing nga qenë Berisha, Kadare dhe Hajdari, më vonë do të vinte prapë Berisha me Pashkon, Pjetër Arbënori, pra interesi amerikan për ne ishte shumë herë më i madh se sa është sot. Megjithatë, Shqipëria dhe Kosova mbetet tokë ndikimit amerikan dhe me personazhet të një partie vazhdues të Partisë të Hoxhës, kjo nuk garantohet. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri.